që keni kuptuar, kemi extra large haul nga Zalando. Do ju tregoj pak se çfarë kemi bler. Cittadini, këto janë pakot. Atëherë, këtu kemi atlete. Janë goxha atlete. Shumë atlete. Kutia parë. Okej, këto jam konfuze në fakt do t'i mbaj apo jo. Okej. Janë këto, janë tipi samba. Atëherë, unë po ule më mirë, t'ju tregoj më nga afër. Atëherë, është ky stili që ka dalë goxha në mod nga Puma. Mua më ka pëlqyer shumë modeli Puma që u bë virale, por nuk doja që të merja diçka që kishin ose e përdorin të gjithë, kështu që më doli ky si opsion dhe më pëlqyen sepse janë edhe për verë edhe për pranverë. Do ju tregoj pak a shumë se si duken. Kanë edhe lidhse ekstra, nëse nuk i do të kuqe, mund t'i vendosësh edhe të bardha, e këto vinë shtesë. Dhe t'ju tregoj pak se si duken. Kjo është numër 37.5. Këto janë atletet, gjëja që nuk më pëlqen aq shumë është se ti tregojnë këmbën shumë bullafiqe dhe nuk më pëlqen ky detaj. Dhe edhe se ku numrin 38 kisha marr, prap do ishte i madh sepse ky më rri pak i lirë. Dhe është 37.5 që është numri im. Kështu që prandaj jam pak në dilemë ti mbaj apo jo. Po. Më thoni ju në komente. Vazhdoj me modelin e dytë. Të i vendosim këtu. Ju tregoj më vonë se sa ka qenë çmimi që i kam marrë, sepse janë gjitha produkte me ulje. Atëherë, kemi Puma sërish, ke 24.5, këtu i kam marrë për kazën, por nuk e pëlqyen shumë, nuk ishte shumë të rehatshme. Më pëlqeu se ishte pak a shumë se puna e sambës, por nuk na pëlqyen aq shumë. Se si e rinin, sepse kaza është edhe i gjatë vetë dhe jo të gjitha llojet e atleteve i shkojnë. Vazhdoj me Puma tjetër. Kjo është ngjyrë zezë, i njëjtë model, nuk na kanë pëlqyer shumë, kështu që faktikisht edhe këto do kthehen. Unë po nuk mora edhe për kazën, kur blej nuk mund të shijoj gjërat që blej për vete. Këto i morëm për vllajën e kazës, duke qenë se prindrit nga Bangladeshi ishin këtu. Normalisht nuk mund t'i dërgonim duar bosh, edhe mos bënim dhurata edhe për njerëzit e dashur ose familjarët. Kjo ishte një ide për vllajën e kazës. Nuk na pëlqeu shumë modeli. Kto janë A6, por nuk pëlqeu shumë. Edhe ngjyra s'më pëlqen aq shumë. Ishte pak më ndryshe në foto tek website-i. I provoj edhe kazën këto sepse vllai i kazës është një numër pak më i vogël se kaza, por fatkeqësi kazës as nuk i futeshin, kështu që kjo nuk bën. Edhe këto fill. Tjetra, se ku t'ja mbaroj, kjo është opsioni i fundit. Këto janë e njëjta gjë. Ato të tjerat ishin 44, këto janë 44, prap nuk na pëlqenin, do kthehen. Kur them nuk ta pëlqejnë, është ideja se si rrin ke këmba. Është si puna e Pumës që unë provova që ta nxjerr këmbën shumë falaqe. Prandaj zakonisht unë kur porosis atlete marr dy numra. E kam 37.5, marr edhe 38, thjesht për siguri, por në Zalando ka tek atlete, domethënë ose tek kputucët të shënon njësi mesazh të vogël ose të njësi njoftim se si duhet ta blesh numrin e kësaj kputuce. Zakonisht do thotë merr numrin e zakonshëm që mund të jetë 37.5 ose 38. Zakonisht do thotë merr një numër më të madh që bie 38.5 për mua. Por jo zakonisht funksionon kjo gjëja. Babi im është ai që mi gjen fiks, nuk e di. Por të gjitha atletet ose kputucet që un kam nga Shqipëria janë gjithë ato që më ka bler babi. Unë s'kam bler asnjë lloj kputuceve, por vetë se 2-3 atleteve që kam bler këtu dhe edhe po kur i blej, marr disa dhe i kthej. Problemi është mund edhe të shkoj edhe në dyqan sigurisht, por në dyqan jo gjitha modelet që ti sheh online janë të ekspozuara. Prandaj detyrohesh të marrësh online dhe të bësh këto blerje me shumë fishta dhe pastaj kthimet. Kemi çfarë bëjmë domethënë. Kjo mbaroi. Më në fund i erdhi dita që të hapim vendin XXXXXL. E kisha premtuar që në videon e IKEA-s tek premtu që i bëra prindërve nga Bangladeshi, por nuk munda që ta bëja. Por shqyrja kam arritur që të postoj për ju video, edhe ju uroj të jeni kënaqur shumë. Dhe me këtë rast përshëndes shumë djegsen time Fatmirën. E di ajo për kë po flas. Faleminderit shumë për komentet e tua pozitive. Jam shumë i njohur që të kam si ndjekse dhe të uroj më të mirat e botës sepse realisht komentet e tua më japin një pozitivitet shumë të madh. Dhe si ju edhe shumë komentet e tjera bëjnë që të vazhdojmë akoma më shumë në kanalin ton, sepse ne po krijojmë familjen tonë të bukur, pozitive, me gjëra shumë të bukura. E hapim. Këtu janë shumë. Atëherë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
13 kuti me atlete të brendeve të ndryshme. I hapim së bashku. Këtu janë dhe atletët e mia të preferuara. Okej. Këto atletet I kam marrë 38.5, sepse thonin që merrni një numër më të madh. Thojeni apo jo, nuk më bëj fare, po fare. Më rrin shumë ngushtë që prandaj sikurse edhe thash, jo çdo këpucë është ajo që na përshtatet, prandaj duhet gjithmonë t'i provojmë. Më fatkeqësisht, siç e thash, në dyqan nuk kemi mundësi që të provojmë gjithë modelet, prandaj bëjmë pjesën e blerjeve online. Është si punë këpucë atlete kjo, nuk është fiks atlete, nuk rishkasin, pëlqeu shumë, por nuk më bënin, ishin shumë bukura edhe kur I pash online, Nike SB ngjyra e ullirit. Atëherë, vazhdojmë ke pjesa tjetër. Këto janë numri 40, këto I mora si model për babin dhe për vllajin. Fatkeqësisht nuk ishte numri. Unë doja thjesht t'ju bëja surprizë, ne nuk pyeta fiks për numrin. Kam ishte fiksuar gabim, kështu që është modeli në ngjyrë të zezë. Dhe është modeli sikurse ju tregova ato të kazën në ngjyrën e bardhë. Edhe këto numri 40. Vazhdojmë me Nike-un tjetër. Ky është Nike që ka dalë goxha në modë, që është gria metalike, por mua nuk më shkonte shumë, nuk më rrinte aq bukur, edhe plus unë mora 37.5 dhe 38 sërish, por asnjëra nga ato nuk më bënte. Po janë bukura, goxha bukura, kush ka stilin e tillë, besoj do ngjaj shumë bukur. Kjo është numri 37.5, kjo është numri 38. Të dyja nuk na bënin. Okej, vazhdojmë tek këto janë në fund. Vazhdojmë tek modeli tjetër. Ky është modeli pak koket, pak pajzërore, quhen Arizona Koket. Kanë këtë ngjyrën si bizele të hapur dhe kanë pjesën e tantellës dhe është shumë e bukur. Më pëlqen, por nuk më bënte sërish. Nëse do e riblija, nuk do e riblija më, sepse nuk shkon shumë me stilin tim. Unë kam stil pak më sportiv, pak më serioz. Sërish, 2 numra, sërish tim. Okej. Dhe tjetër. Modeli tjetër është ky modeli këtu, është I New Balance. Ka kombinim ngjyrash, goxha ngjyra, ka ngjyrën kuqe, është si ngjyrë trëndafili, ka pjesën në roz pastel dhe ka ngjyrën e mustardës dhe të bardhës. Ka goxha kombinime. Mua nuk më bënte kjo, ishte 37.5, por edhe pse thonte që merr numrin standard ose numrin e rregullt që ti ke, por nuk më bënte. Kemi dhe 2 opsionet e fundit. Kjo është nga Mango, janë çizme. Mua më pëlqejnë shumë çizmet që janë pjesë çorape ose që janë pak të ngjitura mbas këmbë, pak të buta. E dua këtë pjesën shumë të butë. I provova, këto janë numri 38, por nuk më pëlqeu shumë dhe më rrinë shumë të ngjitura, aq sa më vran në momentin kur I vura. Kam materialin e kamoshit dhe materiali kamoshit ka atë pjesën e problemit ose pjesën e disavantazhit që në momentin kur gërvishtet ose fërkohet diku, humbet pjesën e ngjyrës, dëmtohet materiali, po kur vjesh besoj është bukur në momentin kur është koha e thatë, jo në kohë shiu, sepse pastaj materiali është puna e aksave që dëmtohet. Si ishte shumë e rehatshme, shumë e butë, zëre se s'kishte asnjë lloj gjëje në këmbë. Vazhdojmë dhe tek opsioni I fundit që është versioni ose opsioni që mua më pëlqen shumë. Unë kam shumë shef që të ndjek trendet, por problemi është që nuk dua thjesht të blej fiks gjërat që dalin. Do të thënë, nëse për shembull New Balance-at ishin ato tipike të bardha, më pëlqen ai modeli, por do I zgjidhej në ngjyrë tjetër. Prandaj atë bëra, duke qenë se tani është pjesa e vjeshtës pak më shumë, dhe unë e dashuroj vjeshtën, sikurse edhe pranverën. Atëherë gjeta këtë modelin që ishte edhe me ulje dhe sa e pash u dashurova komplet. Kam marrë numrin 37.5 dhe 38, më bën numrin 38. Është ky modeli këtu, mua më pëlqen shumë, ka pjesën bimetalizato, ka pjesën e ngjyrës kuqeremët, numri është 740 dhe më super pëlqen. Ka pjesën kafe, pjesën poshtë dhe pjesën e gomës të bardhën. Më pëlqen shumë, janë shumë të rehatshme dhe kanë pjesën edhe poshtë ergonomike, me thënë që janë shumë të rehatshme dhe të përshtatshme për pjesën e ecjes dhe të ndihmon edhe që të mos kesh probleme me dhipjen e këmbëve ose të kulpave kur ecëm ose kur I përdor si atlete. Ti provojmë dhe ti shihni se si do na duken, sepse mua më pëlqen shumë. Teshësh me xhinse, me pantallona serioze, pak të gjëra poshtë, me funde, janë super të bukura, super të bukura. Vazhdojmë të tregojmë se si na duken. Kjo është modeli, janë shumë të rehatshëm. Po thoni ju, a ju pëlqen si model apo ju pëlqeu më shumë ajo modeli kuq I pari?